Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se erdhët në një tjetër udhëtim toni në fshatrat më të bukura të Kosovës. E sot kamera jon do të ndalojë në një fshat ku peizazhi natyror, historia, kultura shplihen në mënyrë harmonike me njëra tjetrën, në fshatin Dobratin të komunës së Podujevës. Sot, përmes zanit i fshatit, do përpiqemi të sjellim tek ju aromën e tokës, zërat e banorëve, historinë e këtij fshati dhe çdo gjë të bukur që Dobratini ofron. Qëndroni me mua për të përshkruar mes lëvizjave të këtij fshati, për të dëgjuar historinë e bukur të fshatit Dobratin. Midis kodrave të buta dhe fushave pjellore të llapit, shtrihet fshati Dobratin. Dobratini është një vend i qetë e i bukur, ku natyra dhe tradita bashkohen në harmoni të plotë. Shtëpitë e fshatit janë të shpërndara në kodra e fusha, disa më të reja me pamje moderne, e disa të vjetra që e ruajnë hijeshinë e ndërtimit tradicional llapjan. Dobratini njihet për mikpritjen e njerëzve të tij. Banorët janë punëtor, bujq e blegtor të Zot, që me mundin e tyre mbajnë gjallë jetën rurale. Në çdo shtëpi mysafiri pritet me kafe dhe fjalë të ngrohta. Përmes fshatit kalon një rrugë lidhëse, që e afron me qytetin e Podujevës dhe me fshatrat përreth. Rrethinat e tij janë të pasura me natyrë të paprekur, pyje, ara dhe burime ujë të pastër. Ndodhem në një pikë tjetër të fshatit Dobratin dhe këtu mbrapa meje është xhamia e fshatit, si dhe memoriali me emrat e dëshmorëve, të veteranëve, të zhdukurit dhe martirët e fshatit Dobratin. Në Dobratin jeta rrjedh qetë, me ritmin e natyrës. Mbrëmjeve dielli perëndon mbi kodra dhe fshati mbulohet me një qetësi që të bën të ndjesh bukurinë e jetës së thjeshtë, larg zhurmës së qytetit. Dobratini është një copëll shpirtërore e llapit, ku çdo gur, pemë e rrugicë ruan kujtimet e brezave dhe dashurinë për vendindje. Jemi në fshatin Dobratin të komunës së Podujevës dhe zotëria afër meje është ish profesor Idris Sejdiu, banor i fshatit Dobratin, që do të na tregoj pak për historinë e Dobratinit. Fshati Dobratin ka një sipërfaqe 14.5 km², i cili gjendet në mes të fshatit, kufizohet me fshatin Rovuq, Dobërdal, Bajqin, Bradash, edhe me Shal Bajgurs në anën veri perëndimore. Veprimtaria kryesore e fshatit Dobratinit ka qenë blegtoria me degët e veta edhe bujqësia. Fshati Dobratin e ka një pozitë të mirë gjeografike edhe ka mundësi me zhvillu këtë degë të veprimtarisë ekonomike, sepse ka vise malore, ka fusha, ka lumej, ka edhe kullosa edhe toka pjellore. Prandaj është fshat i përshtatshëm për zhvillimin e këtyre veprimtarive ekonomike që kanë qenë primare. Deri dikun me siguri edhe gjuetia, si edhe në atë kohë i ka plotësuar pak do nevoja familjare, tash e ka hupa thrancinë e vete. Historikisht, që në gjitha fshatrat janë bërë transformime të ndryshme,
edhe fshati Dobratin, në hap me fshatra tjera, ka bo zhvillime, është zhvillue, ka bo ndërtime, zhvillohet veprimtari, rendimentet bujqësore jenë shtue, edhe elektoralet do thot që pozita është e mirë. Si ka qenë jeta në Dobratin përpara dhe si është sot? Jeta normal, para luftës funit o fjalla, tu që kësë, 99, nuk ka qenë, qysh është sot, ka qenë pak me vështirë, kryesisht, kanë fillu me punu dhe në për ndërmarrje në komunë, po djevës të ënën, edhe jashtë komune, edhe Trepçën, një numër i madh i banorëve, i punëtorëve ka qenë të inkuadruar në Trepçë, edhe kanë pas kushte deri diku me po të mira, nuk kanë qenë liga, me gjithë që disa familje kanë qenë edhe pak nivelit më të zhvillimit. Pas luftës të funit, 1999, jeta ka ndryshue, spari e fitu në pavarësinë, s'kemi frikë, kemi mundësi me zhvillu aktivitete, mu marrë me veprimtari ekonomike, mu marrë me aktivitete tjera, për atë që ka prirje edhe nevojë interesim njeriu, sot për shembull, peshin edhe ju, fshati Dobratin ka bo një kthes të madhe, me vendbanim, me rrugë, me urbanizëm, me kanalizim, me gjithë të mirat që ekzistojnë sen për fshatrin tonë nuk na mungon. Por afërsisht, qofse në mjetë për asfaltuar jenë mjetë vetëm disa rrugica të vogla, se krejt rrugë kryesore që lidhen me fshatra e kemi, me fshatra për rreth jenë të asfaltuame. Fshati Dobratin, a ka ndonjë vështirësi në problem që ka sot? Për momente fshati Dobratin, unë që ka di, polisa për veti, nuk kemi nevojë, kemi nevojë në qofse po flitët mu ndërtua diga në pollot, më ne pru dhe ujtë, edhe ajo është një pasuni, një thesar, se rrjet hidrografik ka rëndësi të madhe, edhe ajo është i mirë se ardhën, edhe bile benzish po pritim, kur të fillon, edhe ato kemi nevojë për tjerat, njerës po merren me veprimtari, kryesisht me ndërtimtari, edhe de facto pak është bëshatis edhe fshati. Gjenerata e re nuk po dojnë me jetu këtu, po dojnë qytet edhe në perëndim, po si do kudo, për intereset vetat ekonomike edhe presion politik s'kan, kur duhen, kthehen, vinë. Vendin e vetë e kanë. Vendin e vetë e kanë. Profesor, ju keni punu shumë vite në arsim. Po. Si ka qenë eksperienca juaj në arsim dhe doja një mendim tuajin për arsimin sot? Po tash për momentin unë e në penzion, na ndo kushte nuk e kemi pas qyshjen që tash, udhëtimin e kemi pas pak ma largë edhe na edhe në zonësat, por një punë e kemi bo shkëlqyshëm, të unis e i kolegëve, na edhe pse kemi udhëtua, kemi bo punë mirë, kemi aftësue në profesionale në zonësat, i kemi shkëllue, jemi mundu me edukue, edhe sot që kjo gjenerat kuan pushtetësat, krejt është gjenerat e junja që kam rrisat edhe krenuam me një rini që kemi qitë, edhe të nishin, për kundrës që kemi pos probleme politike, demonstratat, vujtjet e në zonësave, për ndjekjet, dhunime, të nëzezat i kemi përjetu, por prap se prap, dollëm si përfoqe, edhe sot për shembull tekse, edhe lirin, edhe kemi kuadra mjap, edhe doktor, edhe shkencave, edhe profesora, edhe mjek, do thot neve vetëm na vjen me jes për para. Për shkollim moment që tashit, edhe ta nuk ka vretje, literatura, ka telefonat janë, çka të lëf gjon, kush don, edhe qëre, edhe po kryej njerëz. Unë besoj që pensum një vend të rëndësishëm edhe në mesin e popullsisë evropiane, me gjuhë angleze, me frenge, me të në gjuhë gjermane, që për të vazhdimisht edhe gjuhë shqipe, mos mi harruar,
tash edhe kemi mësimit plotësuese në për perëndime, në për ku po bën edhe ajo. Literaturë ka, veç që çka nuk e di, po dash pak më interesu më shumë do literaturë më për cilë. Qysh për qysh për Presheve, për Bojanovsi, edhe në perëndim pak më jafsu me do, edhe mos mi harru vendlindjen. Po ju vetë, arsimi ju e kujeni arsimu, ku që shkolla ju e parë, ku këni marë mësimet e para? Mësimet e para e kom marrë shtu në Dobratin, ofër e kom pa shpinë. Ashtë akoma eksistente shkolla e Dobratinit? Ashtë eksistente shkolla akoma? Ashtë, po shëndron shtëpi private, se është bon një fanrimi, ju ka dhonë shkolla këtu, edhe të ka edhe ju ka marrë këtu një are, një kojshie temin, po shkolla tërë ka qenë kur kom viju në përherë po shkollë e re, është marrë unë atë ku, mësuesi por ka qenë i fshatit i Dobratinit, tjetë ishe ka liu, edhe tani, mas 4 vjetë kom vazhdo në kërpime, edhe pe i kërpime ishtë, shkollë e mesme. Profesor, çfarë ngjarjesh historike mban mend ti nga fshati Dobratin? Që i vogël e deri sot. Paj, idhnime kemi pos këgja, gjarje që muna pak, që të presioni i Serbis, e i pushtetit, e gzibet. Se fshati Dobratin pozitën e ka shumë afër me kufirin. Po e ka, nuk, tash se mas afrimi na bjen neve, këtu peshojmë, pej Dobërdoli, kufini dhe pej Kërpimi, heje, kemi afër, po nuk ka pas një farë grupi terrorist që kanë deportue, nuk kemi pas, me përjashtim flitët që atje në Reqic, dhe Mahmetin e kanë sulmu një ko, po ka qenë ko e hershme, dikun 1800 e diçka qka ka qenë e ko, po frika ka qenë çdo herë, presioni ka qenë maj madh pak, e tash gzibet më mëdhaja, dalja u qykës o në qenë, granati NATO, ja bombardimi, NATO s'gzim më të madhë. NATO kur ka hinë Kosovë, edhe i ka qenë i papërshkur shumë e gzim, edhe peja të eshe tash gzimet pa ndërprej vinë val-val, ma shumë gzime, idhime ja. Idhime mujmin me zvetin e fjallë pak, se s'ka idhim, kushtet jënë mira, kush dënë me zhvillu aktivitete, ka mundësi, liria egziston, kushtet po, keret po, asfalti po, rrugët po, infrastruktura në nivel, veç lypët punë. Gjatë periudhës luftës, fshati Dobratin si e përjetoj? Ne i këm përjetu 3 ofanziva. 15 shtatyri ka qenë e kopshme, kanë deportu forcat me siguri të rregullt dhe paramilitarët pe i kësaj jonës veriore, o djeg me 15, 30, 15, 16, 17, o djeg fshati Dobratin, kanë kalu kësojde edhe për sholë Bajgurs, edhe qaj grup paramilitarë dhe të rregull kush ka qenë, kanë bo masakra, këtu dikun ka 20 viktima, një në 15 shtator, 1998, edhe qaj grup, po mdo këtë, ka deportu në Drenic, edhe qatë kohë ra, gjeve Ladrovci, gjeve dhe Emi Ladrovci, në qatë ofanzim, mos neve jenë vrata nej. E sot, diçka për Dobratinin sot, çfarë i mungon Dobratinit sot? Sipas këndvështrimin tuaj. Por njerë nuk e di... Si e shihni ju të armën e Dobratinit? Të armën e Dobratinit nuk di. Mundësi me ndërtu fabrika nuk ka. S'ka si përfaqe dhe s'ka banor. Edhe për që ta ujë, jo veç për Dobratinit, po na vyën, për këtë komunën edhe, po djevës, o që tjetër sen, qëse ka mundësi, rinin, janë njerëz me shkollë, ka rini, ka nëzonse, që kanë kryu studenta fakultetin, mundësia e inkuadrimit është e vogël. Nuk ka mundësi, nuk pëhia tja egziston familjarizm një boza partjake, po njerëz kemi shkollum në fshatin tënë me fakultet, edhe për 2 gjinive që jenë të papun, ose ne veprimtari që nuk i përket asaj për çka adekuat e ka kvalifikimin.
s'kam diçka. E për sa i përket traditave dhe zakoneve. Pa i tash unë për tradita e zakona historikisht, po do tradita që i kemi na në veçanta do Bratini s'ka, traditat i kemi na të përbashkëta shqiptarët, unë e më i ruaj traditat, më i modifikuan që ose ka nevoj pak, më i përmisue, jo më i shkatrue, me i nalë spari u rejtën dërfetare, as pak nuk i bojnë derë popullit shqiptar. Që të me ras, s'është me rëndësi farfeje, o jo mund në ashtaj. Drejtët, kjo është vendim personal individit, edhe modetesta, politesta, s'është me rëndësi, me ndërprej, edhe me forcu pak unitetin mes popullit. Kemi nevoj unik me qenë, pavarësisht partit, i kanë interesat e ngushta, interesat e gjonë, neve në vjen populli unik, edhe i Kosovës, edhe i Shqipëris, edhe Preshev, edhe Macedonis, edhe Bojanovësit, edhe krejt në vjen neve, edhe në diasporën, sot për shembull me marr qëre kemi edhe atje, edhe kemi në Azit Vogël, edhe kemi në të në viset, të në shtetet e bës, ka shqiptar. Neve në vjen një unitet i popullit. Një gjuhë kemë përbasht, një këmbjeb, një këmbër shqiptar, nuk ka dy këmbër shqiptar. Shëtet. Dikush po mënohet. Profesor, ti me këtë rast na dhe edhe një mesazh, na përcollë edhe një thirrje për gjithë shqiptarët, edhe na dhe një mesazh për komplet kombin shqiptar që të jemi bashkuar dhe A i kreve, unë u thash edhe pare, unë kom shetin Shqipti. Kemi flet jashte, kemi flet mrene, në breg dete, në hotele, në gjetë të bilen saron njëherë një farë Mehmeti ka qenë fund atje. Ka qenë ai restorani Shkodranaj. A i zdeshti më na i morë dhe të hëllat. Jo, tha që si njerës, tha, kur problem nas kemi pos, as me polic, as komunikacion, as gjonë dyjet, vlasnijim. Nështë do shta ka me mos marveshtje, ma te për pak të pijet e të njerës pak, tensionet të dësene, po duhet me i ullë gjakrat. Duhet pak, ka nevoj njeri pak mi mësua senet. Profesor, faleminderit për kohën që ndapën me ne. Edhe pe juve faleminderit që kini orë të une, po nashta e te prova pak nashta. Jo, më vjen keq. Ishte shumë mirë, çdo gjë ishte në rregull. Faleminderit shumë, gjithas edhe gëzojmë që u njohëm.
Jemi me një tjetër banor të fshatit Dobratin, Baci Recep Behrami, që do të na tregoj edhe ky diçka pak më shumë për fshatin Dobratin. Si është jeta në Dobratin? Pa jeta është e mirë, përgjithësi është e mirë. Jemi diku përmi 200 shtëpi, gjithë e kalojmë mirë në zveti, s'ka kurfar problem me shkoll. Sa banor ka fshati Dobratin? Pa afër 1000. Që jetojnë këtu, apo? Jo që jetojmë të. Që jetojnë këtu? Që jenë që dalëm ka numër edhe më të madhe. Edhe numër më të madhe. Goxha numër. Se diku 100 shtëpive që jenë dalme në Prishtinën, po dieve. Edhe në Perëndim Po, në Perëndim s'po bëjmë laf. Bac, nuk e di, a e dini ju origjinën nga ka fshati Dobratin? Nga vini si për janë? Si gajdhomave të pleqve, vim pej vokshit Shqipërisë. Prej vokshit Shqipërisë. Prej ardhën. Prej ardhën. Qysh kanë kalëzu pleqti, janë të ardhën, dë vllazën edhe një djali vllazë, ai babën se kesh pas, janë të ardhën vendosën këtu në fshat nalt, po kur janë do vllaznia, një metër në fshat këtu, një është në fshat Zakuti, thëjmë këtu, Zakuti poshtë. edhe ai nipi i tyne Alternov. Tërnov. Po, janë domën 3 fshatra. Sot sa lagje i ka fshati Dobratin? Janë 5-16 lagje. 5-16 lagje. A na i trego pak, na i listo pak me emra? Paj, tash lagja ka thirët Vrella, Ahmeti, Rekaliv, thirët Jasore, Mahmuti, tani janë dërvishot të të për në vetë, Bajgar janë të ardhën këtë, janë një 2-3 më shpi, Rahime vetë janë që ka dhe se dje vetë. Edhe këtë janë të ardhën Dabinafs, një 4 shpi janë, e tjerë të jemi krejt Autokton në vendit. autokton. Ju vetë me qa merreni? Pa na që shqitore kemi këtë mojme, një gjallë merret me ndërtimtari, unë jam pensioner. A ka shqitore tjera, apo vetëm Është ju? edhe një shqitore këtë për të shkolle. A ja dilni ju me këtë shqitore me furnizu fshatin? Po. Mashallah. Po tash këtë është afër edhe qytetit. Diçka morën qytet, diçka në fshat. Kryesorët i marrin te ju? Po. Shërbime tjera të fshatit, shkolla, spitale? Shkolla është, Kjo ambulanta. këtu a shkolla? Kjo është shkolla. Okej. Ambulanta është manena. Ambulanta? Po. A është në funksion gjithkohën? Do të thonë shërbimet e pashëndetësore i merrni aty, por më tjerat Ku vjen 3 herë në javë, infermierët janë të rregullta. janë të rregullta. Për shërbime tjera në Podujevë. Po. Çka janë shërbime më të mëdha, diçka po në Podujevë. Si e shihni ju të ardhmen e Dobratinit? A më dhënë që ka perspektivë për më mirë? Përgjithësi tash në Kosovë gati se njëjtë është çdo kënd. Po mirë është, nuk është veni malor tepër, është Se relievin edhe pozitën gjeografike e keni të mirë, e si kemi fshat. edhe rrosën edhe vjeshkën. E keni të dyja. Dyja. Ka perspektivë për këtë Po, fshat, po, se me sa po. pash unë shëtita pak rrugicave të fshatit, fshati është i zhvilluar, infrastrukturën e keni të mirë, rrym keni, ujë keni, shërbimet e para, Gjitha shkollë, shëndetësi, pas keni, kështu që jeni rahat, jeni mirë. Po. Për dallim nga disa fshatra tjera ku kam qenë më thellë në Kosovë, jeni mirë. Jo, na këtu jemi mirë, se kemi edhe burimin kështu krujet, po është edhe një vend që del ujë i madhe, Vrellë, thoj. Aty, E përdoni për ujtë pishëm? po ujtë peshëm. Aty e merrni ujë pishëm? Aj që të shkolla që ku ka, edhe që është në këtë, edhe ka më rana pesh ati burimit Vrellës. Ujtë peshëm kështu që del për tokë me sasit modhe. Diku Po i 45 litra në sekundë qëtë. Okej, për shojë ca pula janë t'jujat? Po. A keni shumë? Po janë, diku për minishin copa. Do, a i shesni, a bëni diçka për dhe, apo i mani veç për vete për Për që? vete, ma tepër për vete. Ne i kafsh tjetër, a mbani këto në fshat? Dere që 2-3 vjetë kena mojtë. Tash pak. Ka fillu mi lënë takati, edhe mi rralluë. Me për puna, u 2 djeme kam, njone është në shqitoje, njone e ka firmën në ndërtimtarisë. Unë e si pensioner tash më i Normal, se edhe këto e dun hizmetin e vetë, kanë punë edhe dun hizmet. Po, normal. Fshati Dobratin, si ka raportet me fshatrat për rreth? Bjera, s'ka kurfar probleme. Asë, Kur s'kena pas probleme as me zveti, po As me as me tjera të fshatra. fshatra. Baci ju, qa mani me në datë, në ngjarje historike që ka ndodhur në fshatin Dobratin?
Në kujtim të bukur që keni në këtë fshat. Përgjithësi o konë mirë, s'kena pas diçka Në probleme. kujtim veçantë në një nuk është. Ja. Për dika që nuk e njeh fshatin Dobratin, si dia kishe përshkruajt me pak fjalë? Çdo njonet vendi I duket më i mirë. Është e vërtetë. Parasysh ku jetën. Secili për vendin e vet. Po. Bac, Po për ne është shumë mirë. shumë mirë. Mua sot më thonë shka dikun banesë, mua S'mundesh, a? Jo. Nuk e ndrën. jo, se në raj, se kom jetu edhe jashtë, atje në banesa, po s'm ka pinë që në banesa, ma i lire, në ajrë pastër, natyrë. Guri rëmë të shën vend vetë. Sigurisht. Bac, a kishe m'ju bëna i thirrje shqiptarëve kudo që na shohin? Një mesazh, një fjalë, një thirrje për shqiptarët? Për që si, çdo njone do të me punu për vetë vetë. Shkan ku shkan, pa morë parasysh, ku jeton, a shka jeton, vendlindjen do të me respektu. Do të më kthy gjithë edhe më Hala. kthy në vendlindje. U kisha thonë po, unë vetë jam kthye. Tash, Edhe nuk të ka ra keq. ne se unë kam edhe pensionen, se në Gjermani kom jetuar ndiko, e kam pensionen edhe Gjermanis, po jam kthye, se Është vendimi nuk më ka i duh mirë. më mirë, Është vendimi më i që mirë që fëmini keni bërë. kom pas mundësi me i morë atje, si kom morë. Shumë. S'm ka pëlqye tradita më thore. Tradita të Tradita jonë është është shumë e mirë. Tradita i të jena të mira. ma tjetër. Bac gëzojmë që e mirë edhe faleminderit për kohën që dave me ne. Faleminderit. Me të mira. Faleminderit edhe për Faleminderit. juve. Sot Dobratini na tregoi që bukuria një fshati nuk qëndron vetëm tek peizazhi, por edhe tek banorët që i japin dritë dhe mirësi këtij vendi. E po largohemi nga Dobratini duke marrë me vete aromën e tokës, zërat e njerëzve të mrekullueshëm dhe historinë e këtij fshati. Deri në episodin e ardhshëm, qëndroni me ne dhe ndërkohë shijoni këtë pamje të bukur të fshatit Dobratin.